Faleminderit edhe juve për ftesën, gjithmonë është kënaqësi të jem pjesë e emisionit ju, ku ju zakonisht doni këshilla adekuate se si njeriu duhet të jo vetëm të shërohet, por të vazhdojë jetën e tij në faza normale. Unë jam Arbanes Maxhuni, fizioterapist me provojë të gjatë pune. Fizioterapia nuk është vetëm një masazh apo një ushtrim, fizioterapia është jetë. Është ajo e cila gjen gjithmonë ndikim të madh në gjitha sferat e mjekësisë, duke filluar nga ortopedia, pediatria, neurologjia, geriatria, edhe e shumë degë të tjera të mjekësisë. Është ajo e cila e rikthen funksionin e jetës, është ajo e cila e rikthen lëvizjet, është edhe ajo e cila e rikthen buzëqeshjen. Fizioterapia parandalon edhe lëndimet. Shpeshherë ka disa ushtrime adekuate të cilat i ndihmojnë trupit tonë të krijojë balancim, njëkohësisht i ndihmojnë trupit tonë të rritë forcën muskulare. Me rritjen e forcës muskulare trupi jonë do të jetë më i fortë dhe do të ketë ekuilibër adekuat ku do të shmang lëndimet. Çdo këshill, çdo fizioterapi, çdo ushtrim të cilat parandalojnë lëndimet janë shumë të rëndësishme për sportistët. Jemi duke jetuar me një kohë ku fushat sintetike janë duke sjellur lëndime të mëdha dhe si rezultat i lëndimeve, pastaj edhe sporti që ata bëjnë po ndale për një kohë të caktuar. Pastaj po vije deri te operimi, po vije pastaj tretmanet fizioterapeutike ku po janë të gjata deri në 6 muaj. Pastaj përveç thyrje fizike që po kemi tek sportistët, po kemi edhe thyrje emocionale, për shkak se lëndime të mëdha i shohin edhe ëndrat e sportistëve. Kështu që gjithmonë është mirë të bëjnë disa këshilla tek fizioterapeutët, tek mjekët sportiv, tek ortopedët, që mos të vijnë deri te problemet e ndryshme në sporte. Nuk mund t'i fajsojnë vetëm sportistët, mirë po një plan detajuar mes klubeve dhe fizioterapeutëve, mjekëve sportiv, ortopedëve mund të parandalojnë shumë probleme. Mirë po në Kosovë nuk i kemi këto marrëveshje sa duhet dhe vijnë lëndimet. Nganjëherë edhe lodhjet e mëdha që trajnerët i japin sportistëve mund të ndikojnë edhe tek paraqitja e problemeve. Kur një trup është i sforcuar, gjithmonë është e mundur që të vijë lëndimi. Prandaj duhet patjetër të bëhen edhe seanca relaksuese, ku këtu ka rol të madh fizioterapia për t'i parandaluar sforcimet fizike dhe mos të vinë deri te problemet e ndryshme të cilat mund të shfaqen te sportistët. Kohët e sodit kam filluar që sportistët me të vërtetë të vedisohen edhe të shohin edhe gjërat të cilat do t'i shpihen gjithmonë përpara në zhvillimin e karrierës së tyre. Kohët e fundit kemi domethënë sportistë të cilat marrin këshilla jo vetëm nga fizioterapeutët, mirë po marrin këshilla edhe nga trajnerët personal të fitnessit, ku edhe ata luajnë një rol kyç në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e trupit tek sportistët. Kështu që kohët e fundit kanë filluar edhe sportistët të vedisohen dhe të marrin edhe seanca preventive, domethënë siç janë masazhat relaksuese, rehabilitimet pas ndeshjeve, domethënë pas minutave të luajtur dhe ngarkesa muskulare, të bëjnë relaksimet muskulare dhe njëkohësisht t'i parandalojnë lëndimet. Kanë filluar domethënë të vedisohen dhe është një gjë shumë e mirë për ta. Gjithmonë varet nga shkalla e dëmtimit dhe mënyra e dëmtimit. Nëse një gjymtyr ka fraktura apo thyrje, atëherë janë procedurat e para ku fillimisht përdoren splinte, gipsat të ndryshëm të cilat e bëjnë mobilizimin e atij segmentit. Dhe pasi të largohen ato, është fizioterapia e cila luan rolin kyç. Atëherë janë ushtrimet adekuate, metodat e fizioterapisë të cilat e ndihmojnë që trupi i tij të rikthehet prapë në lëvizje. Ndërsa kur kemi lëndime të zgjatje muskulare, atëherë menjëherë fizioterapia është ajo e cila duhet të futet në përdorim për të rigjeneruar fijet muskulare, për të rigjeneruar fibrat muskulare, domethënë për të rigjeneruar muskulin në përgjithësi që ai të rikthehet prapë në aktivitetin sportiv. Pastaj kur kemi lëndime të ligamenteve, fizioterapia ka rolin kyç, për shkak se pas operimeve të ndryshme, prapë gjure apo nyje të tjera duhet të futen në funksion dhe fizioterapia e luan rolin kryesor të saj.